ndërsa vendi i lindjes së mesme po përpiqet të bëhet një nga destinacionet kryesore turistike në botë, janë zbuluar detajet të Dream of the Desert, ëndra e shkretirës. Si shërbimi i parë hekurudhor me 5 hyje në rajon, treni do të udhtojë në distancë prej 780 miljesh ose 1255 kilometra përmes shkretëtirës arabe, nga Riyadi në Al Qurayat, pranë kufirit verior me Jordanin, shkruajnë mediat e huaja. Një bashkëpunim midis hekurudhave të Arabisë Saudite dhe markës luksoze italiane Arsenale Dream of the Desert do të bëjë udhëtimin inaugurues deri në fund të vitit 2026 dhe ndërsa tarifat ende nuk janë konfirmuar, nuk ka dyshim se ky udhëtim hekurudhor do t'i çojë pasagerët në lartësi të reja luksi. Dizajnet për vagonet janë zbuluar duke ofruar një vështrim në brendin e pasur që pasagerët do të përjetojnë në bord. Siç bëhet e ditur, 14 karrocat e Dream of the Desert do të përmbajnë 34 suita luksoze. Projektuar nga arkitektja e mirënjohur libaneze Alin Asmar Daman, ambientet e brendshme janë frymëzuar nga peizazhet e shkretirës dhe arkitektura islame. Daman, që ka studio në Beirut dhe Paris, i projektoi zonat e pritjes për tu ndjerë si mexhlis, dhoma ndenjeje saudite me dru të gdhendur me dorë dhe modele geometrike. Pjesë të veçanta arti që tregojnë trashëgiminë dhe kulturën e vendit janë porositur të varen në korridore. Dhomat e gjumit përmbajnë llamba të stilit Art Deco, divane smeraldi dhe mure me panele druri të errët. Ndërkohë menyt që do të prezantojnë kuzhinierët vendas dhe ndërkombëtar janë aktualisht duke u përpunuar. Treni do të nisë udhëtimin e tij 2 ditor në kryeqytetin saudit të Riyadit dhe do të vazhdojë për në Al Qurayat, rreth 30 kilometra larg kufirit jordanez, duke kaluar përmes disa vendeve kryesore historike. Nuk është e qartë nëse do të zhvillohen ekskursioni jashtë trenave apo sa mund të kushtojnë ato. Dream of the Desert është një nga disa nisma bashkohore të transportit në Arabinë Saudite, pasi vendi synon të tërheqë 150 milion vizitor në vit deri në vitin 2030, si pjesë e planit të tij Vizioni 2030.